Raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpesh kanë qenë në qendër të diskutimeve. Marrë parasysh që SBA është alati kryesor dhe më i rëndësishëm i Kosovës. Në lidhje me propozimin që duhet të kenë liderët dhe politikanët e Kosovës në raport me Donald Trump, në një bashkëbisedim me Bota Sot, ka folur Agim Aliçkaj, drejtori ekzekutiv i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane. Si fillim, ai tha se liderët duhet të jenë të kujdesshëm dhe se konfrontimet me Trump apo përfaqësuesit e tjerë amerikan duhet të shmanken me çdo kusht. Liderët dhe politikanët e Republikës së Kosovës duhen të jenë shumë të kujdesshëm në raport me presidentin Trump. Ai është i paparashikueshëm, inatçor dhe i pëlqejnë lavdërimet, falenderimet dhe mirënjohjet. Konfrontimet publike me të, por edhe me të gjithë përfaqësuesit amerikan, duhen të shmangen me çdo kusht. Bashkëpunimi, shkëmbimi i mendimeve dhe i përvojave, konsultimi dhe koordinimi me amerikanët është rruga e suksesit. Po ashtu Aliçkaj përmendi edhe ndihmën që SBA ka dhënë për kombin shqiptar, në veçanti Kosovën dhe ekzistencën e saj. Vetëm populli shqiptar i ndihmuar nga Amerika i garanton ekzistencën e Kosovës dhe të mbar kombit. Kjo nuk do të thotë nënshtrim dhe pranim pa kushte i të gjitha veprimeve dhe propozimeve që vijnë nga Amerika. Ata i kanë interesat e veta, taktike që nganjëherë, për çfarëdo arsye, nuk përputhen plotësisht me ato të Kosovës dhe të kombit shqiptar. Në mbledhje të mbyllura, ata duhet të shikohen në sy dhe të ballafaqohen me argumente bazuar në fakte, deklaroi drejtori i DQSH-a. Gjithashtu ai kërkoi që me SBA-n të punohet dhe bashkëpunohet në vazhdimsi. Në këtë pikë u shpreh befasuar me nivelin e bashkëpunimit ndërmjet forcave politike, veçanërisht qasjen e partive opozitare. Amerika nuk ka paragjykime ndaj shqiptarëve, siç kanë disa vende europiane. Me Amerikën duhet të punohet pa ndërprerje. Ajo të dëgjon dhe pret që ti të dish çfarë kërkon, që ti vetë të punosh me përkushtim për të arritur atë, domethënë të kryesh pjesën tënde dhe ta bindesh për mbështetjet të drejtë dhe reale. Këtu rëndësi të veçantë ka uniteti të gjitha forcave politike në kërkesat të përafërta ndaj Amerikës, gjë që Kosovës i mungon shumë, sidomos janë brengosëse qëndrimet e një pjesë të opozitës, të cilët me shpresë se Amerika mund t'i kthejë në pushtet, ofrojnë koncesione ndaj Serbisë në dëm të shtetit për të bërë zgjidhjen e problemit me Serbinë më të lehtë për ndërkombëtarët. Ky është një gabim i madh, të cilin e kupton dhe ndëshkon populli i Kosovës. Ndër të tjera, Aliçkaj tha se Kosova duhet të jetë e para për të gjithë liderët e politikanët e tjerë dhe në këtë mënyrë do të kenë përparësi edhe tek Trumpi. Populli është i vetmi faktor që duhet dhe mund të jap dikujt pushtetin. Interesi i shtetit të Kosovës dhe kombit shqiptar është para çdo interesi tjetër. Presidenti Trump më shumë se çdo kush e kupton përkrahjen dhe forcën e popullit. Parolla e tij kryesore është Amerika e para. Edhe për liderët dhe politikanët e Kosovës, Kosova duhet të jetë e para. Kjo është një përparësi për të bashkëpunuar me presidentin Trump, i cili është shumë i vendosur për të kryer punën, përfundoi Agim Aliçkaj për Bota Sot.